Në dhomat e specializuara në Hag, filloi gjykimi ndaj Hashim Thaqit, Bashkim Smakajt, Isni Kilajt, Fadil Fazliut dhe Haridin Kuqit, të akuzuar për pengim të drejtësisë në përpjekje për të ndikuar tek dëshmitarët. Thaqi, Smakaj, Fazliu, Kilaj dhe Kuqi në fillim të seancës u deklaruan të pafajshëm për të gjitha pikat e aktakuzës që u ngarkohen. Pas leximit të aktakuzës, prokurorja Kimberly West nënvizoi se të akuzuarit kanë shkelur vendime gjyqësore të hartuara për të siguruar që dëshmitarët dhe viktimat të mund të dëshmojnë vlerëshëm. Mbrojtja e shtetit së drejtës do të thotë që askush nuk është mbi këtë ligj. Ligji zbatohet në mënyrë të barabartë për të tërë. Ne dimë që populli i Kosovës i merr seriozisht këtë akuzë për shkak se krijimi i kësaj gjykate nuk kishte të bënte thjesht me krimet e luftës e krimet kundër njerëzimit, por përfshinte në mënyrë specifike edhe krimet e parashikuara në këtë çështje gjyqësore. Në kuadër të provave, prokuroria prezantoi 9 audio-incizime nga qendra paraburgimit dhe të dhëna nga printeri që Thaqi përdorte në burg, për të dëshmuar pretendimet se ai ka dirigjuar dëshmit nga Haga. Në njërin nga audio-incizimet nga takimi i Thaqit me Fazliun, dyshja dëgjohen duke biseduar për dëshmitarët e prokurorisë si Rustem Mustafa e Bislim Zyrapi, në rastin e Thaqit për krime lufte. Sipas prokurorisë, kur Thaqi bisedonte me të akuzuarit në takimin në qendrën e paraburgimit për dëshmitarët, fliste me zë të ulët dhe pëshpëriste. Ndërkohë nga mbrojtja e të akuzuarve ka folur ajo e Smakajt, e cila akuzoi prokurorinë se vetë ajo i ka vendosur në vetur disa dokumente Smakajt, për të cilat tani po e akuzon. Gjykimi ndaj Thaqit e të tjerëve vazhdon të hënën derisa është paraparë të përfundojë më 6 mars.